duhet më thonë fillimisht që si aleancë edhe unë personalisht I falenderoj të gjithë qytetarët e Kosovës që kanë votu, posaçërisht ata që kanë votu aleancën. Mundem vetëm më thonë që kur nuk kanë me u pendu për votën e vetë. Për ne kjo është një nisje e jashtëzakonshme, edhe gjithë ata që I kanë besu asaj që e kemi thonë gjatë kësaj fushatës, që besojnë të ardhmen e Kosovës, që besojnë një Kosovë që duhet me u bojë mirë për qytetarët e vetë, nuk kanë me u pendu kur. Kemë me punu shumë që vota atyne edhe vullneti tyne me na votu neve me u respektu maksimalisht. Pavarësisht që kjo garë zgjedhore është mbajt në një teren absolutisht jo fer politik, ku janë përdorur gjitha mjetet e mundshme për me e kthy rezultatin në favor të pushtetit, prapë se prapë qytetari I Kosovës ka tregu që kupton ku jemi, ka tregu që e don vendin e vet. Edhe unë për këto I falenderoj të gjithë. Fundit, duhet më thonë që kjo që ne e përfaqësojmë, patjetër që një ditë ka me fitu. Patjetër që një ditë ka me fitu. Prej nesër mbetet me pa si do t'jenë rezultatet përfundimtare, edhe pse I dim për afërsisht se tash janë preliminare vetëm në fund me gati 80% votave të numërume. Ne e respektojmë edhe njëherë çdo votë që ka ardhur për aleancën, e respektojmë rritjen që kemi pasur në këto zgjedhje, veç u themi qytetarëve dujeni Kosovën.